ky koalicion që inaugurohet sot, që paraqitet sot para shqiptarëve, përfaqëson jo vetëm shumicën absolute në distancë të qytetarëve shqiptarë, por përfaqëson në distancë elitën politike dhe të gjithanshme të kombit shqiptar. Në qoftë se krahu tjetër është ndry në pallatet qeveritare, shumica e kandidatëve të këtij koalicioni u paraqitën përballë shqiptarëve, u votuan, morën iniciativën të ofronin kombit dhe vendit tyre shërbimin, ose u propozuan nga degët e Partisë Demokratike. Ky nuk është koalicioni të panjohurave, por ky është koalicioni i transparencës, i burrave, grave, djemve dhe të vajzave që i njohin shqiptarët, që i vlerësojnë shqiptarët. Ky koalicion nis garën elektorale përballë një narkoregjimi i lidhur kokë e këmbë, kokë e xhep me krimin dhe korrupsionin. Unë dhe ju do ta quajmë vitin 2025 vitin e diasporës. Para qytetarëve shqiptar ne shkojmë kokulur dhe ballhapur. Shkojmë kokulur sepse do të kërkojmë mbështetjen e tyre, do të kërkojmë zemrën e tyre, do të kërkojmë mendjen e tyre, por gjithashtu ne paraqesim një projekt që Shqipëria s'e ka njohur kurrë më parë. Çfarë paraqet para tjetër? Paraqet Hardhuc, paraqet Zhapi, paraqet Bretkoca, Zhaba, dhe tani sfundi i kanë ngel në gojë ku je kujtim, jepi ato musteqe ose bëj diçka me të, se çmellet pas musteqeve tua burrë dhe këto. Çfarë përfaqëson ai? Ai përfaqëson armikun, një nga armiqtë më të egër të kombit në të gjitha kohrat. Ai përfaqëson njeriu që në 12 vite qeverisje përzuri nga Shqipëria 45% shqiptarëve ndaj dhe u etiketuë si pashiqi i Tiranës. Ai përfaqëson njeriu e parë në Europë që vuri sanksione shtetit pavarur të Kosovës për llogarit Beogradit. Kemi të bëjmë në këtë aspekt shpëtimin e Shqipërisë nga një rrezik madhor antikombëtar që rrallë ka patur në histori siç është Edi Rama.